Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar dëgjues të radios Fatih, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Po fillojmë emisionin tonë bisedat e Ramazanit, siç e kemi parë dhe siç e kemi tradit në muajt e bekuar të Ramazanit, që me mua Enis Hoxhën të kemi të ftuar të ndryshëm, të ftuar të cilët shtjellojmë tema të ndryshme dhe tash jemi në prag të një dite, të një feste, të një date të veçantë në këtë muaj të begate Ramazanit. Jemi pra të nata e Bedrit dhe kemi të ftuar që të flasim për natën e Bedrit, për ditën e Bedrit, për vendin e Bedrit, një njeri të veçantë i cili është kryimam i Ulqinit, Ali Efendi Bardhi, i cili është këtu me ne dhe ka ardhur me kënaqësi që të flasim, të bashkëbisedojmë në bisedat e Ramazanit bashkë me ne, por në radhë e parë ju uroj mirësiardhjen dhe Allahu është shpërbleft që pranoi ftesën tonë dhe dëshiroj që të ndjeki dhe të ndaj me ndëgjuesit e radios Fatih disa këshilla për këtë ditë të veçantë. Bismillahirrahmanirrahim. Fari herë falenderoj Allahun xhaleshanahu, salat e selamet mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam. Falenderoj juve për ftesën, zot Enis, po kështu dëgjuesve dhe shikuesve të radio televizionit Fatih, ku gjej rastin nga këtu t'i përshëndes gjithëve, t'ju uroj spari herë muajin e mallnueshëm të Ramazanit, edhe pse kanë kaluar disa ditë, po një herët edhe natën apo ditën e Bedrit, e cila është dita e triumfit të besimtarëve në ato momente të vështira të cilat i kaloi ai. Andaj gjej rastin që t'ju uroj gjithë besimtarët, po një herët edhe t'ju falenderoj edhe juve për ftesën. Faleminderit, Allahu ju shpërbleft. Meqense se flasim për Bedrin, dëshirojmë që të cekim disa specifika nga betejë e Bedrit, nga nata e Bedrit, siç është e caktuar, është edhe nga historia e pejgamberit tonë të dashur, që ai ka qenë pjesë gjitha këtyre ndodhive të cilat na i cekim, por edhe Bedri ka lënë një gjurmë në historinë islame kur ai vetë ishte edhe pjesëtar në këtë. Po para se të fillohet te Bedri, mendoj, pra ngjarjen apo betejën, siç e themi ne, e cila që konkludon me betejën e Bedrit, në fakt çështja apo kundërshtit ndërmjet besimtarëve musliman dhe mosbesimtarëve, idhujtarëve të Mekës ka filluar qysh më herët. Pra, për një periudhë gjatë sa Muhamedi alayhi salatu wasalam ishte në Mekë, gjithmonë kishte pas vojtje dhe ambargo të ndryshme që cilët i kishin vendosur mosbesimtarët e Mekës, duke qenë se edhe pse ndoshta ishin të afërm nga gjaku me disa, domethënë ishin të afërm, por ideologjia e tillë idhujtare e cila ishte donte që të ambante në nënkthetra çdo mendim ndryshe, siç ishte edhe këtu në këtë rast besimi islam, i cili vjen prej Allahu xhaleshanuhu. Andaj për një kohë gjatë muslimanët kishin vujtur derisa i çojnë në një gjendje që besimtarët musliman të emigronin, pra të banin hijret nga Meka në Medinë. Dhe edhe përkundrejt kësaj që muslimanët ishin larguar në Medinë, pra kishin lëshuar shtëpitë e tyre, dikush kishte lëshu pasurinë e vet, dikush kishte met në një anë, kishin met për shembull një vëlla kishte met në Mekë si idhujtar, një vëlla tjetër si besimtar ishte shpërngul për në Medinë, pra ishte një gjë shumë e vështirë për ta kuptuar atë moment edhe për të hyrë në thelbin e asaj se si i shpërjetuar ajo kohë. Nëse të flasim si histori apo si ngjarje që ka ndodhur, por natyrisht ato janë momente shumë vështira për të dyja palët, do të thoja, por mas shumë për muslimanët e cilët ishin më të dobët në këtë rast, sepse ato detyruan që të largohen nga vendi tyre. Muslimanët pasi emigruan në Medinë, natyrisht që kaloi një pjesë e kohës, por Mekasit, idhujtarët Mekas nuk i lenin rahat ata. Dhe aq shumë sa që në shënimet e historisë pejgamberit alayhi salatu wasalam shënohet që Ebu Sufjani qoftë me
me Ubej bin Halef zbashku, domethënë ato që kanë marrë pak a shumë dhe diplomacinë, sepse kanë qenë edhe tregtar një herët, sepse Meka dihet se është një shoqëni e cila nuk ka pas mbret, po është sunduar kryesisht nga krye familjarët, ata që ishin më shumë, të cilët edhe nga këto krye familjar ishin edhe ato oligarkët të cilët e mbanin pushtetin, domethënë në dorë. Dhe gjithë shtresët e tjera, domethënë kush dilte në një zanë ato me një herë edhe e shkatronin, domethënë atë zanin ndrysh. Kështu që këto që i pari që ishin, vendosen që përsëri të mos i lenin Muhamedit a.s. me besimtarët, mos i lenin rehat edhe në Medinë. Kështu që ata filluan diplomacinë, po ta shohim, filluan diplomacinë qysh më herët, domethënë para se të ndodhte lufta e Bedrit, që në muajin e 6, pra të vitit parë hijrit, se vitin e 2 hijretit ndodh betejë e Bedrit, po kjo kishte filluar dikon një vit e diçka më përpara. Ebu Sufjani bashkë me këtë Halefin, Ibn Halefin, kishin tentuar të gjitha shtresat, sepse Medina kishte një përbamje shoqërore, e cila ishte e përbam prej arabëve, të cilët ishin Ers dhe Hazraj fiset më përpara, të cilët ishin luftë njëri me tjetrin më përpara. Fiset Benu Nadir, Benu Kajnuka, Benu Kurejda, edhe fiset tjera që ishin hebrejt, pra jahudet apo qifutët si i themi ne, po kishte edhe fiset e tjera të ndryshme, që me pak dominancë do të thoja, edhe në këtë kohë, kur muslimanët nga Meka kishin shpengur dhe kishin vendosur në Medinë, atëherë shtohet edhe një pjesë e cila quhet Muhaxher. Pjesa e ensarve janë Evs dhe Hazraq. Por nga kjo pjesa Evs dhe Hazraq, kena edhe një kategori tjetër që ka met që nuk e ka pranu islamin. Me në kry Abdullah bin Ubej, e cili ka qëndru dhe më thanë pak ma ato tradhtit e tia, por që është arab, por që nuk ka hy në islam dhe nuk ka ban pjesë në këtë kategori në ensarve, do të thoja. Kështu që për me kuptu këtë, duhet me kuptu herë edhe gjendjen përbamjen shoqërore që kishte Medina në këtë kohë. Dhe duke e pak të Mekasit, paria Mekase e kishte shumë më të lehtë për me vepru, sepse vepronte në bazë të grupacioneve. Por të shohim, ato shkojnë si pari herë të ensarët, edhe Ebu Sufjani ju flet me fjalë pak të rralla aty si një fis arabi i cili i tradhtonte fiset e tjera arabe duke mbështetur profetin Muhammed a.s. Dhe ndër tjera ensarët nuk e pa të arsyeshme dhe i dhanë një përgjigje negative Ebu Sufjani dhe e përcolën mbrapsht me idenë sepse ata kishin përjetuar shumë vujtje më përpara, Evs dhe Hazraq kishin pas lufta të përbashkëta njëri me tjetrin dhe kjo ato domethënë edhe si besimtarë që ishin tashme, edhe që kishin një muhaxhirt nga Meka që kishin vendosur në Medinë. Prandaj përsëri Ebu Sufjani me Ibn Halefin kishin shku tashme tek kategoria tjetër që ishin arabët idhujtarë që kishin met, pra ky Abdullah bin Ubej që kishte met si i pari i arabëve të cilët ishin ende idhujtarë dhe mbanin idetë e vjetra, por duke e pa dhe këtë situatën që në qoftë se to do t'i ndihmonin Mekasit për një gjatë tillë, atë do të prishej marrëveshja e mëparshme, e cila ishte marrëveshja e fisit Evs dhe Hazraq, të cilët tashmë quheshin si ensar. Andaj ato kthyen mbrapsht një gjatë tillë. Atëherë filluan me komunitetin jehudi aty, sidomos me Beni Nadir, filluan me pa disa komplote, por që nuk gjeten për momentin shtratin e duhur për të realizuar një gjatë tillë. Kështu që Mekasit në mënyra të ndryshme munduan që gjitha këto kategoritë ose përbamjen e shoqërore që ishte në Medinë të mundoheshin që të bajnë destruksione dhe në mënyrë që ta braktisnin. Dhe duke e braktis atëherë domethënë me mendimin e tyre ishte si do të mesë edhe Muhamedi a.s. me ato besimtarët pa ndonjë zgjidhje, pa ndonjë çare. Por Muhamedi a.s. ishte ai i cili natyrisht ishte pejgamberi i Zotit, po ishte edhe udhëheqës në një farë mënyrë, kishte edhe diplomacinë e tij, domethënë në kuptimin e mirë të fjalës, ishte i fjalës, i drejtë, e shumë tjera në kornizat njerëzore, në kornizat juridike, do të thoja ndërkombëtare të kohës. Dhe ai kishte bën platformën e vet normalisht. Dhe kishte filluar që
duke ditë se Mekasit tregtinë më të madhe e banin me Shamin, me pjesët e Sirisë, atëherë aty i bie që të kalonin, sepse Meka ishte më në jug se Medina, dhe i bie që të kalonin afërsisht deri në 100 km afër Medinës, domethënë që të kalonin në rrugën për të ngjitë dhe për të shkuar në Sham apo në Damask. Dhe Muhamedi alayhis salam e ditë këtë gjë. Dhe për këtë, duke ditë se ishte situatë lufte, se vazhdimisht, kjo nuk ishte situatë që është paqësore, ishte situatë lufte, vetëm se do të prite se ku do të ndesheshin to. Edhe Muhamedi alayhis salam çfarë bari të parën herë, filloi disa fise që ishin jashtë Medinës, si për shembull në Ravda, në Movata, domethënë janë disa vende të cilat me disa fise ai ka bë marrëveshje, a marrëveshjet e të tilla që mos me sulmu njëri tjetrin, domethënë kjo i mjaftonte Muhamedit alayhis salam që mos të shpallshin kundërshtar gjithë ajo zona e Medinës, pra rreth Medinës edhe rreth, domethënë në atë hapsin, po thoja me ka 20-30 km dhe 100 km në atë zonë, domethënë që ta ketë një farë mënyrë Muhamedi alayhis salam donte që ti neutralizonte ato që mos të kishte pengesë. Dhe pas saj ka ardhur deri disa konflikte të vogla. Ebu Xehli ka ardhur për shembull me disa konflikte me muslimanët në mënyrë shumë më të vogla, më spontane, domethënë në takimet më të vogla, por që shpesh janë evitu ato. Atëherë vije koha që momenti ku nuk ban më dhe vije momenti kur të karavanet e Mekës ishin vendosur që të shkonin, pra ishin nisë në muajin Rabiul Awwal, sa kujtoj, për në tokët e Shamit dhe për 6 muaj, sepse tregtia zgjatej shumë në atë kohë, domethënë transporti, me ka 1000 deve, ishte domethënë sasia më e madhe ndoshta që ka qenë tregtisë në atë kohë që është më. Dhe për këtë Muhamedi alayhis salam kishte vendosur që t'i bëj prit. Duhet kuptojmë një gjë, se Muhamedi alayhis salam nuk ka bë prit askujt tjetër, vetëm Mekasve, sepse ishte gjendë në luftë me ta. Pra unë thash në fillim, edhe ta, edhe pse se duhet më kuptu shkakun. Mandej pasojë, na marrim nga një herë vetëm me pasojën, nuk marrim me shkakun, se ç'a ndodh. Domethënë qysh në momentet që ka bë migrim Muhamedi alayhis salam me besimtarët Mekasit, idhujtarët e Mekasit, Abu Sufjani e tjerë, pra kishin bën politika të atilla që t'i pengonin muslimanët, bile bën politika të atilla që t'i braktisnin edhe aleancat që kishin bota më përpara. Pra në një farë mënyrë ata donin me domos që ta shkatronin Muhamedit alayhis salam dhe besimtarët muslimanët. Andaj, siç thash më përpara, Muhamedi alayhis salam nuk kishte për qëllim të luftonte askënd dhe nuk kishte, domethënë me gjithë kishte bën paqë në një farë mënyrë, por vetëm me Mekasit, sepse Mekasit ishin ata që nuk e linin rehat, edhe pse ishte largu, sepse nuk është gjë e lehtë, domethënë, të largohesh nga vendi, të shkosh një vend tjetër, edhe vendosit mos, domethënë, me dhunime, me gjëra të tjera, edhe të mos lajnë rehat edhe në vend tjetër, domethënë, është pak e vështirë, si më thënë. Kështu që kjo i binte që Muhamedi alayhis salam u deshte se s'ban që të merrte masa të atilla që duhet të përballej këtyre sulmeve edhe problematikave që u shkaktonin vazhdimisht në mënyrë të vazhdueshme nga idhujtarët e Mekës dhe nga paria e Mekës. Kështu që vjen çasti do të thoja dhe ku to kishin dalë, domethënë muslimanët kishin dhënë urdhën sepse nuk ishte pjesë e sulmeve dhe më përpara kishin bën tentativa të tilla që të ndalonin, por që nuk ka pas ndoshta atë efektin edhe për shkaqe të ndryshme, kurse kjo ishte shumë më e madhe, më në zonë, sepse ishin edhe karavane shumë më të mëdha, atëherë pejgamberi sa e vendosi, domethënë me një istishare me shokët e vet, që t'i dalin në prit këtij karavani dhe ta dëmtonin nga ana ekonomike. Pra Mekën në këtë rast, sepse ata vazhdimisht punonin që ta dëmtonin Islamin nga ana ekonomike edhe diplomatike edhe mënyra të ndryshme, tash i vjen koha që çfarë do të jetë muslimani, atëherë se ky është edhe shembull edhe për ne, domethënë, edhe për gjithmonë, për çdo njeri, edhe çdo shtet në botë që është normal, që është prej trupit edhe për gjakut, kështu vepron, domethënë, çfarë do të preste ti që ta shkatroj tjetri, atëherë edhe ky kishte planet e veta, ku në këtë rast donte që ta dëmtonte nga ana
tregtisë. Dhe kështu, pas një momenti u dha lajmi në Mekë, kur u dha lajmi në Mekë se çfarë po ndodhte, Abu Xhehli me një ushtri prej dikon 1000 persona me dev, me kuaj e tjerë, ishte nis rrugës për t'i dalë në ndi, domethënë këtij karvani. Ato si thosh nuk e dinin betejën, megjithëse Kurani e përshkruan që nuk ju a kishte thënë emrin, domethënë nuk ju a diftonte emrin Allahu xhaleshanu se ku do të ndesheshin ata, por me idenë se ndoshta do të dështonin, po e mante domethënë një sekret i cili pak a shumë ishte tash e pritën se ku do të realizohej një gjë e tillë, siç ishte Bedri. Kështu që karavanet e Abu Sufjanit domethënë shpëtojnë, nuk nisen në rrugën nga doshin që të presin të bashin pritat, por ato nisen në rrugën nga deti dhe kështu ato domethënë shpëtunen. Në këtë anë, Abu Sufjani me të tjerët ishte kërkuar që tashme karavanet kanë kaluar, nuk kena nevojë për luftë, por Abu Xhehli si një maj zjarrt, ai donte se s'ban që të hiqte, si thonë me endin e tij, të hiqte këto problematika që ai qunte si mbetja apo tjera, t'i largonte muslimanët dhe t'i shkatronte. Por ndihma e Zotit është ndihma e Zotit, sepse e vërteta është e vërteta, po në anën tjetër edhe ligjet që i ka caktuar Zoti, sepse një diell i cili lind nxen njëjtë edhe për një musliman edhe për jo një musliman apo për një besimi tjetër, pra domethënë janë rregulla që i ka caktuar Zoti. Andaj edhe betejë që realizohej do të bëhej me rregulla njerëzore që janë. Pra si gjithë cili në atë kohën e vet, si në ato ligjet e kohës vet, vepronte natërisht. Dhe kështu që Abu Xhehli me ushtrinë e vet, muslimanët kishin vendosur më përpara në burimet e Bedrit, ku kishte ujë dhe pastaj erdhen edhe pjesa e ushtrisë, pra që nuk do hyj shumë me fol të çdo detalet se si e tek ka ndodhur, po më shumë nga ana edhe diplomatike, pak se si ka shku, si ka rrjedh dhe çka mësojmë na piksoj. Prandaj muslimanët natyrisht shikojnë ndihmën e Zotit, e përshkruan edhe Kur'ani në një njëjtë mënyrë, sepse ishin në të drejtë të tyre, por ama Zoti për të ndihmuar ata i kërkojnë nga ata që të bëjnë punën që duhet. Pra domethënë, këtu është edhe ajo që lidhemi edhe ne me duan nganjëherë. Domethënë, duaja duhet shoqërohet me veprim, me punë. Atëherë duaja domethënë është ka kuptimin e vet, domethënë. Dhe në të njëjtën mënyrë këto domethënë besimtarët i kishin përgatitur gjitha kushtet e tjera, edhe pse ishin numër më pak, ishin në një të drejtë të Zotit, do të thoja, që e kishin ata, dhe kjo i bani ata që ishin fetimtar. Si thosh, nga ana muslimanëve nuk ranen shumë, domethënë 14 shahida, nga ana e kundërt, pra i dhujtarëve, ranen rreth 70 persona, pra u vranen. U zun shumë rob nga pjesa e Mekasve, pra i dhujtarëve. Është interesant një gjë se duke shletu dhe duke lexuar këto emrat e personave të cilët kanë marrë pjesë në luftë, është interesant kur sheh se për shembull në një anë është ky Abasi, pra domethënë xhaxhai pejgamberit e Islam, në një anë është Aliu radiallahu anhu në krahun e Muhamedit alayhis salam, po në anën tjetër nga ushtria e kufarëve ishte vllai i tij Akili ibn Abi Talib, pra se ka pas Hazreti Aliu, ka pas Xhaferin. Xhaferi është musliman, kurse Akili ishte ende i dhujtar. Pra kishte marrë pjesë në krahun e kundërt dhe kishte rob te ushtria muslimane, pra dy vëllezër të cilët sa tjerë, po ajo që më tërheq si vëmendjen, ishte se Akili ishte në krahun e pabesimtarëve, i dhujtarëve të Mekës, kurse Aliu ishte në krahun e besimtarëve, pra në krahun e Muhamedit alayhis salam. Është interesant se aty ka ndodhur që të neshin domethënë edhe pjesë nga familja, nga një familje, domethënë njëri të ishte në një krah, njëri në një krah tjetër. Kështu që kjo vështirësonte shumë punën, sepse bëhej fjalë
ishte hyrë shumë thellë, domethënë kjo lufta ose acarimi ndërmjet njëri tjetrit. Ajo që ne duhet kuptojmë për te i kësaj, sepse ajo është një ngjarje që ka ndodhur dhe natyrisht historianët musliman, por edhe të tjerë kur shpjegojnë dhe flasin për këtë ngjarje, për këtë betejë, thonë se kjo ishte vendimtare për muslimanët dhe sikur të mos ta fitonin rujna Zot muslimanët këtë betejë, nuk di se si do të merrte puna, domethënë, por natyrisht premtimi që Allahu xhaleshanuhu i jep është shumë më i fuqishëm se sa nga ajo se çka mendojmë ne nga një herë. Pra ishte një gjë shumë e madhe, sepse muslimanët ju arriti prestigjin edhe nga ana e ndërkombëtare, rajonale do të thoja. Pra, bëri që tashme një grup i vogël, muslimanësh një grup i vogël të ngadhjenin ndaj një grupi më të madh, siç ishin këtu në rast konkret idhujtarët. Pra i banën ata që të marrin një identitet më të njoftën. Unë nuk hyna me shiku të të lenja që Allahu xhaleshanuhu kur i jep lenje për luftë të tjera, to s'hyna, por ajo që ne duhet të kuptojmë apo që do të kemi na si mesazh është që besimi është në plan të parë, pra gjitha ishin me besim dhe besimi i bani ato që për atë të vërtetë, se besimi në Zotin edhe për të vërtetën i bën që ato të sakrifikonin edhe me jetët e tyre si në rastin konkret, duke i dalë një fuqi që dje, domethënë ishte e cila i kishte përzon gjithë këto, sot domethënë të përleshe me to, pra që ishte besimi i fuqishëm, përgatitjet e mëdha që kishin bërë ata, strategjia që kishte pa Muhamedi a.s. me shokët e tij, pra në rastet e tilla, gjithë kjo si nuk ka filluar vetëm me moçasin e fundit me momentin e Bedrit, pra ajo ka një zanafill, pra që kishte filluar shumë më herët, dhe ajo ishte pika ku ishin ndesh. Kishte idenë e vllaznisë, bashkimit, sepse aty domethënë bashkoi edhe ensarët që i kishin qenë dikur në luftë, qysh më përpara i kishte bashkuar ata, dhe në anën tjetër i kishte edhe ata në krahun e vet. Gjitha këto domethënë janë mesazhe për ne që gjithmonë duhet njeriu të mos dorëzohet për të vërtetën. Pra të zgjedh rrugët e më të mira ku janë, se Muhamedi a.s. ka zgjedhur rrugë më të mira. E fundit është lufta, kur nuk ka pas më ka më shku. Domethënë, ata në mënyrë të vazhdueshme, siç thash më përpara, pretendonin dhe punonin që t'i lenin pa alat. Dhe lania pa alat, çfarë do të kupton? Që më ardhi ditë edhe me i shkatërru të gjithë dhe me i prej dhe me i vra apo në mënyra të tjera. Prandaj domethënë kjo situatë në cilin shpërball Muhamedi a.s. dhe besimtarët ishte një situatë që nuk ka pas më asaj ka të shkojë, domethënë, o është dash që një ditë duhet ballafaqohet me ta, ose domethënë kishte shku shumë keq kishte shku në këtë drejtim. Prandaj këto janë ato mesazhet që do të merren domethënë gjithmonë tek Bedri është një ndryshim, ndryshim në vetvete, po edhe ndryshim edhe tek rrethi, tek ambienti, tek besimtarët ku janë, domethënë një ndryshim për të mirë, domethënë gjitha kjo. Kështu që këto do të thoja janë ato pa hyrë në detale të tjera, ato do të jenë ato çka e bajnë ngjarjen e Bedrit të rëndësishme edhe për ne si musliman sot në ditët e sotme. Andaj ngjarja si lufta e Bedrit, sepse ka pas edhe betejat e tjera me vonë që do të ndodhin, por efektin që ka pas beteja e Bedrit nuk e ka pas asnjë tjetër dhe nuk do ta ketë asnjë tjetër si ajo. Me qenë se jemi në muajin e Ramazanit edhe beteja e Bedrit është që ka lënë një efekt të veçantë, cila do të jetë mesazhi, lidhja e besimtarëve të asaj kohe në Ramazan, e besimtarët e sotëm në Ramazan ndoshta kanë edhe një vështirësi të cilën
e hasin tek Natyrisht. apo? Betejë e Bedrit është se ka ndodhur në Ramazan, pra në natën e ditën 17, domethënë të muajit e Ramazan. Natyrisht besimtarët edhe duke qenë agjerueshëm në një farë mënyre, edhe duke qenë si më thonë të lodhun me ato që çka ishin përballë gjatë asaj kohe. Edhe në një atë mënyrë edhe besimtarët sot, të cilët agjerojnë domethënë gjatë kësaj dite, po edhe gjatë këtij muaji të mallnueshëm të Ramazanit, duke ju përmbajt rregullave të Zotit, duke mos i thyr ato, duke mos i anashkaluar ato, në një farë mënyrë është një lloj sakrificet, pra se në vetvete domethënë ka edhe simbolikën e sakrificës, domethënë edhe nata, domethënë apo betejë e Bedrit në vetvete ka atë sakrificën, durimin me të cilën njeriu pas ngallënimit dhe pas fitores apo besimtari pasi që arrin atë ditë dhe përfundon me faqe të bardha para Zotit në iftar, atëherë vetëm se pret dashninë e Zotit, pret që Zoti ta marrë atë në mëshirën e vet dhe të kujdeset për atë person, në një atë mënyrë siç është kujdes edhe për besimtarët, kur Allahu xhaleshanu thotë nuk ishit ju ata që gjujtët, por ishin engjëjt ata të cilët e ndihmuan ushtrinë e Muhamedit alayhis salam në Bedër. Pra çka shohim se ishte ndihma nasrun min Allah, pra ndihma ishte prej Allahu xhaleshanu. Në të njëjtën mënyrë edhe për gjithë ata besimtarë të cilët me përkushtimin e vet mbajnë agjerimin e kësaj dite, por edhe gjatë këtij muaji natyrisht që kanë shpërblimin edhe mirësinë prej Allahut xhaleshanu. Amin. Imam, Allah të shpërbleft për këto detaje, për këto mirësi që zgjodhet të përçoni nëpërmjet frekuencave të radios Fati. Allahu ju shpërbleft. Faleminderit që për ftesën dhe të nderuar ndëgjues, kështu po përfundojmë. Edhe unë ju falenderoj gjithmonë me gëzime inshallah. Dhe kështu edhe një herë po përfundojmë emisionin Biseda Ramazani në frekuencat e radios Fati, ku me ju si çdo herë isha unë Enis Hoxha, dhe ky emision është prodhimi i radios Fati për vitin 2026. Deri në emisionet e tjera ju urojmë një agjerim të lehtë të pranuar. Allahu ju shpërbleft në të mira dhe mos harroni bëheni sa më shumë dua.